Jemi në projektin e klasa, në lëndën e matematikës, klasa e 7, arsimtari Qemaledin Ermini, njësia mësimore, ushtrime për njësimin e këndeve. Shkolla fillore, Liria Shkup. Dhe të marrim disa detyra nga libri, faqe 196, që të mundemi pra të sqarojmë situata të ndryshme me njësimin e këndeve. Ja, figura e parë, vërejmë pra, në figurën e parë duhet të gjendet masia e këndit të shënuar me shkronjën X. Ja, ky këndi këtu X0. Zgjidhje. Në figura vërejmë se 4 kënde së bashku formojnë një kënd të plotë. Pra, këndi këtu 108 në shkallë, këndi me pikë, që është pra në 10 shkallë në kuptim, këndi 51 shkallë dhe këndi i panjohur X0 formojnë një kënd të plotë. Pra, këndi i plotë është 360 shkallë. Ky tjetër është 90, si thëmë më herë. Çka duhet bërë? Në fillim i mbledhim këto kënde që i kemi të njohura. Ja. Atëherë, 118 plus 90 plus 51 bëjnë 259 shkallë, plus X0 barazi me 360 shkallë. Për të nxjerrë pra X-in, tash veprojmë në këtë mënyrë. X-i barazi 360 shkallë minus 259 shkallë, shuma e këtyre që njohim, dhe X-i është e barabartë me 101 shkallë. Ja pra, e gjetëm këndin e panjohur X. Vazhdojmë detyrën e dytë. Po ashtu, në faqen 196. Njëso mallsinë e këndit të shënuar me shkronjën W. Ja, është ky këndi këtu. Në figurë varejmë se janë 3 kënde. Këndi i panjohur, 95 shkallë dhe 36 shkallë, që ta formojnë një kënd të shtrirë. Kurse gjithë e dim pra se këndi i shtrirë është i barabartë me 180 shkallë. Atëherë, këndi i panjohur plus 95 shkallë plus 36 shkallë barazi 180 shkallë. Sa i veprojmë pra, si detyrën paraprake, i mbledhim këta këndet e njohura, ashtu, dhe e zbresim prej 180 shkallë. Këndi i panjohur është 49 shkallë. Që ose doni të vërtetoni, mbledhni pra 49 shkallë plus 95 shkallë plus 36 shkallë, që ose del 180, është e saktë detyra. Shkojmë një detyrë tjetër. Është dhënë një vizatim pra i tillë që përbohet prej 1, 2, 3, 4 këndeve. Dhe të gjitha së bashku formojnë po ashtu një kënd të shtrirë. Detyra është e vendosur në faqen 197 nga libri. Në figurë varejmë se 4 kënde së bashku formojnë një kënd të shtrirë. Pra, shife tash me shkronja të njëjta. Keni kujdes pra, çdo herë kur të hasni në shkronja të njëjta, do të thotë se edhe këndet janë të njëjta. T plus T plus T plus 78 barazi me 180 shkallë. 78 që vetëm njëri është i njohur. Atëherë, 3T-ja plus 78 barazi 180 shkallë. Në fillim, e zbresim këndin 78 shkallë. Pra, 3T barazi 180 minus 78 shkallë, 3T barazi me
102 shkallë. Pra, këto të trijet së bashku kanë 102. Për neve në njëjtë vetëm njeri sa ka. Atëherë, duhet të pjestojmë 102 pjestim me 3, që 3 kënde janë pra, del 3 34 shkallë. Gjëgjësisht, kjo është e para 34, e dyta 34, edhe e treta 34 shkallë. Detyra 4 është e dhënë tash një situatë tjetër me 3 këndshë. Detyra thotë, njëso këndet të shënuara me shkronja në 3 këndëshin e dhënë. Njëso këndet të shënuara me shkronja në 3. Pra, duhet të njësohen, pra, detyra është pra në faqen 197, detyra 2a. Ka figura varim se ky 3 këndsh, po fjalë pra 3 këndsh para krahas. Kemi treguar edhe më herët, që si ka këto vizët pra, dhe të thotë se po fjalë pra 3 këndsh bara krahas. A çdo 3 këndsh bara krahas, këndet mbi bazë pra i ka të barabarta. Ky është 72 shkallë, dhe thotë nëse e themi se kjo është alfa 72 shkallë, atëherë edhe këndi beta të tjetë, edhe këndi beta të tjetë 72. E tash, pasi gjetëm 2 kënde, është ma lehtë. Formula për llogaritjen e shumës së këndeve të brendshme në 3 këndësh ishte alfa plus beta plus gamma parazit 180 shkallë. Dhe i mbledh 72 shkallë plus 72 shkallë plus gamma parazit 180. Dhe më thonë kam kelë vetëm gamma. Edhe 72 mbledhen këta dy plus 72 144 plus gamma parazit 180 shkallë. Ka kjo rjesë gamma është 180 shkallë minus 144, rjesë gamma është 36 shkallë. Ja, këndi gamma pra 36. Detyra e 5. Është dhënë një figurë tjetër me lloj shumë këndshi, pjesë është 1 4 këndsh. Njëse këndet të shënuara me shkronja. Duhet është llogaritet pra këndi gamma. Detyra 6a në faqen 198. Zgjidhje. Nga figura varim pra se po fjalë për 1 4 këndsh. Mungon këndi gamma. Por, për ta gjetë këndin gamma, duhet ta gjetë edhe këtë këndi këtu. E tash, nëse i shënojmë këte me alfa, këte me beta, këte me gamma dhe këte me delta, atëherë shënojmë pra se edhe beta është i panjohur. Alfa është 100 shkallë, edhe delta është 58 shkallë. Vërem se këndi beta gjindet pra përballë një këndi tjetër, të cilën njëse këndet të shënuara me shkronja. Duhet është llogaritet pra këndi gamma. Detyra 6a në faqen 198. Zgjidhje. Nga figura varim pra se po fjalë për 1 4 këndsh. Mungon këndi gamma. Por, për ta gjetë këndin gamma, duhet ta gjetë edhe këtë këndi këtu. E tash, nëse i shënojmë këte me alfa, këte me beta, këte me gamma dhe këte me delta, atëherë shënojmë pra se edhe beta është i panjohur. Alfa është 100 shkallë, edhe delta është 58 shkallë. Vërem se këndi beta gjindet pra përballë një këndi tjetër, të cilën është i shënuar me vlerë 148 shkallë. Dhe se ky kënd së bashku me këndi beta janë këndi
këndet të kryqëzore. A kemi treguar edhe më herë se këndet e kryqëzora janë të barabarta mes veti. Pra, beta dhe të del 148 shkallë. Ja, shënem pra 148. Atëherë, ka formula për shumën e këndeve të brendshme të katërkëndshit, shënojmë alfa plus beta plus gamma plus delta